Kohën ndryshojnë dhe dekadat kalojnë. Megjithatë, banorët e Dropullit përpiqen vazhdimisht të ruajnë, të kultivojnë dhe të rigjallërojnë rritjet tradicionale të festës së Krishtlindjeve. Tashmë, gjatë 35 viteve të fundit bien këmbanat me ritëm të gëzuar në Dropull çdo 25 dhjetor. Për 23 vite me radhë, u ndalua me ligj besimi fetar në vendin tonë, prej vitit 1967 deri në vitin 1990. Natyrisht, përveç banorëve që sot janë në moshën e pensionit, gjithë të tjerët pjesojnë veten. Si festoheshin Krishtlindjet në Dropull para vitit 1967? Unë deri në vitin 1967 kujtoj shumë mirë se si gjishi dhe gjishja dhe prindërit e mi prisnin festat e Krishtlindjeve, gjishi therte derin, mu në mesin e avlis dhe neve nipurit rreth e rrotull e shikonim dhe gëzoheshim. Kurse gjishja, kur afronin ditët e Krishtlindjes, bënte petullat. Bënte një tepsi të madhe me petulla. Petulla në gur. E bënte në gur. Pastaj hite në tepsi të madhe, e shuruposte dhe të nesërmen të gjithë rreth sofrës, uronim, gëzonim, hanim petullat edhe tërë gëzim ca këndonin, të tjerë ngrieshin dhe kërcenin, gjishja thoshin këngë të asaj kohe që këndonin edhe kërcenin. Dhe atë e bënim në avli. Meshat në kishën e fshatit në ditën e Krishtlindjeve bëheshin? Atëherë bëheshin, po unë kujtoj që bëheshin fshehur, ka filluar që në vitin 60. Nuk bëheshin ashtu si që i dëgjoja bizetat e gjishërve unë. Bëheshin fshehur. Pas vitit 1967 nuk festoheshin Krishtlindjet, vetëm festohej viti i ri. Mesha e parë festive e Krishtlindjeve në Dervician, pas periudhës që ndaloi me ligj, u zhvillua me 25 dhjetor 1990.